të shtunën edhe këtë vit me rastin e 31 vjetorit të gjenocidit të Srebrenicës. Në Prizren organizua marshi përkujtimor e ku me këtë rast morën pjesë personalitete nga politika, nga Bashkësia Islame, mysafir edhe nga jashtë Prizrenit. Marshi i paqes edhe këtë vit u mbajti me moton Mos e haro Srebrenicën, i cili mblodhi edhe shumë qytetar nga komunitete të ndryshme etnike, duke përcjellë mesazhe paqeje dhe solidariteti. Morën pjesë përfaqësues institucionesh dhe qytetar të shumtë nga komunitetet shqiptare, bosnjake dhe turke. Marshi organizuar nga shoqata Sherski Behar u zhvillua në kejtë të qendrës së qytetit në Shedervan. Pjesëmarrësit zhvillua një marsh të heshtur me pankarta ku shkruhej Mos e haro Srebrenicën, në kujtim të 8372 viktimave bosnjake të vrarë gjatë gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Në këtë rast kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se sot më 11 korrik bota kujton një nga kapitujt më të errët të historisë njerëzore, gjenocidin në Srebrenicë. Prandaj këtu deshta të shoh më shumë bosnjake, më shumë qytetar dhe vazhdoi. Qyteti i Prizrenit si qytet multietnik, si qytet me diversitet, posaçërisht e përjeton rënd për shkak se kemi një histori pothuajse të përbashkët me komunitetin bosnjak, edhe ne shqiptarët bashkëndijemi me juve e përjetojmë njëjtë sepse edhe ne kemi qenë pjesë e zhvillimeve të cilat kanë ndodhur në kohën kur ka ndodhur kjo masakër. Kisha dashur me pa komunitetin bosnjak më të bashku në drejtim të realizimit të drejtave të veta edhe në drejtim të mesazhit më të fortë të përkujtimit të Srebrenicës. Po ashtu kisha dashur me pa një zonë më të fuqishëm të përfaqësuesve legjitim të komunitetit bosnjak në të thojnë, ngreni zonin, përsëritni, theksoni. Nuk ka qenë tragjedi, nuk ka qenë fatkeqësi, ka qenë masakër e organizuar nga pushteti kriminal i kaluar. Gjithë ata që tentojnë të mohojnë këtë masakër, në fakt po e bën një masakër tjetër në aspektin social, sepse kjo është diçka që nuk mohohet, sepse ka qenë diçka që e ka definuar kohën. Unë që kryetari i Prizrenit bashkëndjej me komunitetin bosnjak, edhe si përfaqësues i shqiptarëve përjetoj po ashtu rënd sepse kemi pas masakra të tilla jo të në promasa vëllë në Kosovë, edhe uroj që të ngrejmë zonin gjithë bashku të punojmë për një tarme më të mirë për gjithë ne, edhe mos lejojmë që në asnjë mënyrë të përsëritet, po as mos të harrohet. Rasim Demiri me këtë rast tha se po rikujton se këtë genocid e ka bërë regjimi i Serbisë. To je trajna obaveza za svakog od nas koji smo danas ovdje prisutni, jeste da kažemo jasno i glasno da u Srebrenici je počinjen genocid od strane srbijanskog režima. Ovo je posebno poruka mladima koji su danas ovdje. Apsolutno se nikako ne plašimo, niti stidimo toga, a niti je to upereno protiv nekog naroda ako neko danas kaže da je srbijanski režim počinio genocid u Srebrenici. Emilia Rexhepi tha se sot kujtojmë se në Srebrenicë u vranë mbi 8.000 bosnjak, sepse nuk u pëlqeu dikujt besimi i tyre dhe urojmë që askush në botë mos përjetoj këtë që ka ndodhi në Srebrenicë. Više od 8.000 ljudi sistematski i plansko organizovano izgubilo je živote, zato što se nekome nisu svidela njihova imena i prezimena, zato što se nekome nisu svidela njihova verska obeležja. Mi smo tu da ne govorimo puno danas, nego da damo samo jednu poruku solidarnosti, da uvek govorimo o istini koja se dogodila u Srebrenici 1995. godine i da se nikada nikome ne dogodi. Ni jednoj majci da izgubi svoje dete, ni jednom narodu, ni jednim našim komšijama, ni jednoj zemlji širom sveta ne ponovila se Srebrenica. Duda Balje tha se tashmë gjithë bota din çfarë ka ndodhur në Srebrenicë, e tash po e shohim çfarë po ndodh në Palestinë dhe bota nuk duhet ta lejojë tragjedi të tilla, tha Duda Balje.
Pjesëmarrës ishin dhe Furkan Bytyç, deputet e kuvendar, përfaqësues të shtetit të Turqisë e shumë qytetar. Gjatë marshit u mbajt 1 minutë heshtje në nderim të viktimave, ndërsa pjesëmarrësit përcollën mesazhe të unitetit, bashkëtesës dhe paqes. Në këtë aktivitet u theksuar rëndësia ruajtjes së kujtesës për tragjedinë e së kaluarës dhe domosdoshmëria që ngjarje të tilla të mos përsëriten më.